Te shqiptarët, qeni ka një vend të veçantë jo vetëm si mik i shtëpisë, por edhe si roje ndaj së padukshmes. Thuhet se kur qeni fillon të le natën, pa asnjë arsye të dukshme, nuk është thjesht një rastësi. Sipas besimeve të vjetra, ai sheh atë që sytë tanë nuk e shohin. Hije, shpirtra, apo forca të mbinatyrshme që endet përreth. Në shumë fshatra, kur qeni lehte gjatë natës dhe duket i shqetësuar, njerëzit e lidhnin këtë me shenja të liga ose paralajmërime. Disa thoshin se qeni i dallon të vdekurit që kalojnë afër shtëpive, ndërsa të tjerë besonin se ai ndjen praninë e shtrigave apo gjindëve. Edhe sot, jo pak njerëz ndihen të pasigurt kur qeni i tyre ngrihet papritur dhe lehet drejt errësirës. Është një kujtesë e gjallë se, sipas bestytnive shqiptare, qeni nuk është vetëm roje e shtëpisë, por edhe roje e botës së padukshme.